Vlen paralajmëron punësimin e 600 punëtorëve të ri në mbrojtjen e mjedisit. Gatje nënvizojnë se një gjë e tillë do të bëhet përmes planit operativ të qeverisë për vitin 2025, e që ka për qëllim jo vetëm punësimin lokal, por dhe përfshirjen e qytetarëve në mirëmbajtjen e mjedisit. Nga ky koalicion thonë se përmes planit operativ parashihet dhe angazhimi i 400 zjarfikësve të ri nëpër komunat ku ka nevoja më të mëdha, e gjithë kjo me qëllim përballjen sa më të mirë me zjarret eventuale gjatë sezonit të verës. Në të njëjtën kohë, plani operativ për vitin 2025 parashikon edhe punësimin e 600 personave të papunë në kuadër të projekteve lokale që lidhen me infrastrukturën dhe mbrojtjen e mjedisit nëpër komuna. Kjo masë synon jo vetëm nxitjen e punësimit lokal, por edhe përfshirjen aktive të qytetarëve në ndërtimin dhe mirëmbajtjen e mjedisit të shëndetshëm. Vlen mbetet të përkushtuar në ofrimin e zgjidhjeve konkrete për nevojat e qytetarëve, duke bashkuar sigurinë, zhvillimin dhe mirëqenien për të gjithë. Në ndërkohë nuk ka informacione se sa zjarfikës vullnetar do të angazhohen në rajonin e Tetovës. Kryetari Kasami thotë se bëhet fjalë për punësime të përkohshme dhe jo të përhershme. Është vendimi i qeverisë për zjarfikës, në kuadër të projektit për punësime të përkohshme. Këto do të jenë për sezonin veror, pra nuk janë punësime të rregullta të zjarfikësve. E dini që sistemi i zjarfikësve është përmes zjarfikësve profesional të cilët janë të angazhuar, zjarfikësve vullnetar, të cilën e themeluam si shoqat dhe të cilën jemi duke punuar që ta vendojmë në funksion, dhe sigurisht në periudhën verore kur ka shtim të rasteve për të intervenuar, të mund të ketë edhe punësime shtesë. Dhe këtë periudhë sigurisht do nisë procedura në bazë të numrit të banorëve dhe në komunë të Tetovës të angazhuar të zjarfikës. Ndryshe, njësia e zjarfikësve gjithmonë përballet me mungesë të kuadrit për shkak se mbulon një territor të madh, duke përfshirë dhe disa komuna rurale.